Përshëndetje, uroj të jeni mirë dhe kjo ditë të ketë filluar bukur për ju. Dua të ndaj me ju një pyetje interesante që mu bë gjatë trajnimit falas, dhurat që ishte për ju dhe vazhdon të jetë, mbyllet në fund të kësaj jave. Në qoftë se dëshironi që të hyni dhe të merrni aksesin për videot për klasat që janë dhënë deri tani, më kontaktoni dhe do t'ju dërgoj linkun që t'i shikoni edhe ju, e keni aksesin deri në fundin e kësaj jave që mbyllet trajnimi. Por gjithsesi unë këtu jam për pyetjen që më është bërë në lidhje me nuk kemi kohë, nuk kam kohë, thot personi, dhe si të postoj por pa e prishur identitetin e brandit tim. Kur flasim për identitet brendi, do të thotë që mos të prishësh hierarkin e fonteve, mos të dalësh nga paleta e ngjyrave që ke zgjedhur, pra nga uniforma, me pak fjalë uniforma që i ke veshur markës tënde, i ke veshur faqes tënde në Instagram, i ke veshur kanalit që ke në YouTube. Pra, mos të dalësh jashtë kësaj uniforme, mos të prishësh fasadën, ose mos të dalësh dhe të fokusohesh në një mesazh tjetër, të japësh një mesazh tjetër audiencës. Pikërisht që mos ta bësh këtë, atëherë dhe nuk e ka, jepe mesazhin tënd në formën e një videoje, në formën e një reel për Instagram, postoje dhe riktheu më vonë hyr në Canva, krijo kopertinën e këtij reeli dhe më pas postoje duke përdorur ngjyrat që ke në palet, hierarkin e fonteve që ke zgjedhur, duke vendosur logon tënde dhe gjithçka që ke krijuar për të shfaqur, për të përcjell mesazhin që ti kërkon të japësh audiencës nëpërmjet markës tënde. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj edhe një herë një ditë super të bukur. Do shihemi për këshilla të tjera në vazhdim.